Në dilem vendosja përfundimtare e datës së zgjedhjeve. Edhe pse me dekret të presidentit përcaktuar si data kur shqiptarët do të shfaqin vullnetin e votës, është 18 qershori. Kjo pritet të ndryshojë në varësi të takimit që pritet të zhvillohet mes përfaqësuesve të forcave politike të vendit e të deleguarve nga Bashkimi Evropian. Mos regjistrimi i partive politike në zgjedhje, me kërkesën e parealizuar nga mazhoranca për qeveri teknike e zgjedhje të lira e të ndershme. Është kjo arsyeja sepse situata politike sot gjendet në udhkryq dhe elektorati në dilem për zhvillimin politik e fatin e votës së tyre. Por çfarë mendojnë qytetarët vlonjat lidhur me takimin mes palëve, tentimet për gjetje konsensusi, shtyrjen apo jo të datës së zgjedhjeve, e madje edhe gatishmërinë e tyre për të drejtuar kutive të votimit. Ata kanë dhënë opinionin e tyre për kamerën e televizionit real. Mendoj kështu, që na vjen që keq që neve sa herë që na vinë miq na pajtojnë, që një vëllezëri që e pajtojnë miqt. Po kemi mundësi që u hodh një mendim që do më lidhish forumi gravet dhe gratë din që të bjen paqen, të edhe lule, jo bomba. Dhe kemi besim, për shembull edhe TPD-ja ka figura të shkëlqyera, siç është Josefina, siç është Majlinda Bregu, po unë kam të tjera bindje, po megjithatë unë nuk e ruaj konsideratën për femrat, në cila do forcë politike që t'jenë. Shiko, unë gjithmonë nuk kaloj në e zymta, unë kaloj gjithmonë nga e mira, që të gjendet një rrugë e mirë. Shtyrja e zgjedhjeve s'ka gjithë keqe. Bile edhe PS-ja e ka si mendim, e ka gjithmonë ajo po i lutet. Ju do votoni? Patjetër. Unë votoj për shtetin tim. Asë ne në 18 duam, atje kur është vendosur. Ne do votojmë, 18. Ju? Si mbas me nuk shtyhen, do votojmë njerëzit. Po fare asë gjë këtu me sa shok të vend këtu që do ta bëj asnjëri, nuk më intereson asë gjë. Do votoni ju? Desa nuk shikoj gjë që s'rregullohet, s'mi do të qenë. Teatri bukur i Shqipërisë ka fal Perëndia. Parlamenti. Teatr. S'është parlament, po ti është parlament, ishte ndryshe. Po është një teatr shumë i bukur, po i mrekullueshëm. Ju do votoni? Pse do votoj? Besoj se po. Nuk votoj. Po se s'kam për këtë votoj. Famrat i japë zgjidhje, po nuk besoj ti pjesë i ri. Zgjedhja për 18 qershor, për mua, nuk jam as andej, por një gjë do dhe një goditje kësaj politike. Që o kështu o hiq fare. Vetë përjashtove, nisu. Apro. Ju do votoni vetë? Unë do votoj. Shprehulletim. Zhvillimet politike prej kohësh po kalojnë gjendje stand-by, ku asnjë prej takimeve mes liderëve politik nuk ka dhënë efekt, ende nuk është gjetur një gjuhë e përbashkët. Madje edhe ndërhyrja e ndërkombëtarëve nuk ka dhënë efekt në zgjidhje situate. Ndërkohë që kjo paralizë politike duket se ka dhënë të njëjtin efekt edhe në popull, ku në shumicë këtë paralizë e quajnë teatër, të tjerë fajsojnë liderët politik, e të rinjt çdo ditë më shumë shfaqen mos kokçarës për vijueshmërinë e kësaj situate politike.